Ishte një orë, në të cilën askush nuk dilte jashtë, por I dërguari I Allahut doli pikërisht në këtë orë, në mesin e ditës dhe në kulmin e vapës. Ai vazhdoi rrugën, kurse Ebu Hurajra radiallahu anhu, që po e ndiqte nga pas, nuk e dinte se ku po shkonte në këtë orë të ditës dhe I vinte zorë që ta pyeste. Ai arriti tek tregu I fisit Beni Kainuka dhe kaloi atë derisa arriti tek shtëpia e vajzës së tij Fatimes radiallahu anha. Ai u ndal në oborrin e shtëpisë së saj dhe pa hyrë brenda thiri me përkëdheli: "Ku është I vogli? Ku është I vogli? Ku është I vogli?" Kishte për qëllim nipin e tij Hasenin radiallahu anhu. Fatimia radiallahu anha e dëgjoi zërin e babait të saj. E po ashtu e dëgjoi edhe Haseni zërin e gjyshit të tij dhe nxitoi drejt tij. Por Fatimia radiallahu anha e kapi dhe mbajti që ta bënte gati për t'u takuar me gjyshin e tij, që kishte ardhur në këtë orë për ta vizituar. Ajo e lau, e veshi dhe I vendosi një varg me karafila, që a vendosnin fëmijëve të vegjël dhe pastaj e lëshoi. I vogli u nis nxitimti drejt gjyshit të tij. Kur e pa profeti sallallahu alaihi wasallam, ul në gjunjë dhe I hapi krahët. Edhe Haseni I vogël veproi njësoj dhe I hapi krahët, duke vrapuar, derisa u hodh në gjoksin e tij të dashur dhe u përqafuan të dy. I dërguari I Allahut filloi ta nuhaste dhe ta puthte trupin e nipit të tij dhe tha: "O Allah, unë e dua atë, prandaj duaje edhe ti dhe duaje këdo që e do atë." Ebu Hurajra radiallahu anhu e pa këtë skenë dhe pasi I dëgjoi këtë fjalë, reagoi me ndjenjat e tij dhe tha: "Nuk ka pasur njeri më të dashur për mua se Haseni, I biri Aliut." Pasi e dëgjova atë që tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Le të marrim disa flade të parfumuara nga kjo skenë mrekullueshme. 1. Dalja e profetit nga shtëpia e tij në këtë orë të drekës, u zakonisht nuk dilte askush, për shkak të vapës së madhe të një qyteti të nxehtë si Medina e ndritur, tregon se ai kishte dalë për një gjë të rëndësishme, e ajo ishte takimi I nipit të tij Hasenit, përqafimi I tij, puthja dhe duaja për të. Të drejtat e familjes merrnin gjithnjë hapësirën e nevojshme në jetën e të dërguarit Allahut. Ai ishte modeli më I mirë që I jepte çdo gjëje të drejtën që I takonte, por e drejta më parsorë për të në këtë rast ishte e drejta e fëmijëve dhe nipërve të tij. Për këtë shkak, vizita e tij dhe interesimi për ta nuk bëhej vetëm kur I tepronte koha ose kur gjente pa kohë të lirë, por ai ndjente për detyrë ta kryente atë, edhe nëse do t'i duhej të dilte në një orë të tillë duke duruar të nxehtin e mesditës arabisë. 2. Shfaqja e dashurisë nëpërmjet shprehjes së emocioneve të profetit sallallahu alaihi wasallam ndaj nipit të tij Hasenit në një skenë të mrekullueshme ndjenjash profetike. E ftoi duke hapur krahët, e më pas e përqafoi, e nuhati, e puthi, e më pas derdhi mbi të këtë dashuri që e shpalli për të gjithë. O Allah, unë e dua atë. Më pas u lut që dashurinë për të ta lartësoj në qiell dhe të pranohet edhe në tokë. Prandaj, duaje edhe ti dhe duaje këdo që e do atë. Realizimi I ngopjes së ndjenjave të fëmijëve është në përgjigje të nevojës shpirtërore të domosdoshme të tyre. Nëse realizohet kjo ngopje emocionale tek fëmijët, ata dalin në jetë më të aftë shpirtërisht, duke përjetuar dashurinë dhe duke shkëmbyer atë me të tjerët dhe duke u sjellë me zhdërvjellësi shpirtërore të lartë. Po ashtu, ngurtësia që tregojnë disa prindër në shprehjen e ndjenjave dhe neglizhenca e tyre në ngopjen e këtyre ndjenjave krijon një hapësirë boshe në shpirtrat e fëmijëve, që mund të shërbejë për zhvillimin e sëmundjeve psikologjike. 3. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndal tek pragu I derës së Fatimes radiallahu anha e nuk hyri brenda, por u mjaftua duke kërkuar atë për të cilin kishte ardhur, Hasenin radiallahu anhu. Kjo gjë lë ndikimin e saj të bukur në shpirtin e Fatimes radiallahu anha, e cila shikonte nëpërmjet kësaj skene pozitën dhe vendin e lartë që gëzonte djali I saj tek babai I saj. Pritja e ngrohtë që u bët fëmijëve në të vërtetë është ngrohtësi dhe dashuri edhe ndaj prindërve të tyre, dhe një rrugë e shkurtër për futjen e gëzimit në zemrat e tyre.
Lëre mendjen tënde të imagjinojnë nga zëdhimin e madh të Fatimes, radiallahu anha, nga i takimi mrekullueshëm mes djalit dhe babait të saj, si dhe euforinë e gëzimit të saj nga mirësia profetike, me të cilën mbuloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam djalin e saj, ndërsa ajo po e shikonte. Dashuria e pejgamberit edhe pritja e ngrohtë që u bënte ai nëpër vetë të tij, ishte dhe gëzimi i dashurisë dhe pritjes së ngrohtë që ai u bënte fëmijëve të tij. 4. Ardhja e djalit të vogël me nxitim duke i shtrirë krahët drejt gjyshit të tij, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon një sfond të gjatë në ndërtimin e marrëdhënies emocionale mes tyre. Pasi Haseni radiallahu anhu ishte mësuar me këto shprehje të ëmbla të dashurisë dhe ngrohtësisë, profeti shpeshherë afronte pranë vetes, e nuhaste, e puthte dhe thoshte: "Unë e dua atë." Njëherë ai ndërpreu hutben kur e pa atë bashkë me vëllain e tij Huseinin radiallahu anhu. Shkoi drejt tyre dhe i mbajti në krah duke thënë: "Pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprov për ju." Dhe tha: "I pash ata të dy dhe nuk durova dot." E më pas e plotsoi hutben e tij. Njëherë tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjati shumë qëndrimin në sejdë gjatë namazit, dhe kur mbaroi namazin, njerëzit e pyetën për këtë dhe ai u tha: "Ky, nipi im, më hipi në shpinë." Haseni kishte hipur mbi shpinën e tij, ndërsa ai ishte në sejdë, dhe nuk doje që të nxitoja derisa të zbriste vetë. Ky kontribut emocional ishte si një vrull i vazhdueshëm dhe nuk ishte një gjest kalimtar. Prandaj solli si rezultat këtë lidhje me mall të sinqert mes Hasenit dhe gjyshit të tij, të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. 5. Pejgamberi trajtonte fëmijët e vajzës së tij me këtë dashuri dhe dëmshuri që e shprehte haptazi duke thënë me zë të lartë për Hasenin dhe Huseinin: "Këta të dy janë fëmijët e mi dhe fëmijët e vajzës time." Kurse për Hasenin ka thënë: "Me të vërtet, ky biri im është zotëri." Në një kohë që fiset arabe përçmonin vajzën dhe i nënvlerësonin fëmijët e saj duke thënë: "Fëmijët tanë janë edhe fëmijët e djemve tanë, kurse fëmijët e vajzave tona janë fëmijët burrave të largët të huaj." Me shembullin e tij, pejgamberi orientonte njerëzit drejt natyrës së pastër besimtare dhe mbështetjes së drejtësisë në shfaqjen e ndjenjave ndaj fëmijëve dhe nipërve. 6. Dashuria e pejgamberit për niprit e tij dhe duaja e tij për çdo që i do ata kishte lënë gjurmë në jetën e sahabëve, që ju përgjigjen ndjenjave të kësaj dashurie profetike dhe e deshën atë që e deshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu veproi edhe Abu Hurajra radiallahu anhu me njëherë sapo i dëgjoi duan e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: "Nuk ka pasur njeri më të dashur për mua se Haseni, i biri Aliut." Pasi e dëgjova atë që tha profeti, sa herë që Abu Hurajra radiallahu anhu e shikonte Hasenin radiallahu anhu, i mbusheshin sytë me lot. Një ditë Abu Bekri radiallahu anhu, pasi u bë kalifi muslimanëve, po dilte nga xhamia, e pa Hasenin radiallahu anhu duke luajtur me fëmijët. Shkoi drejt tij dhe e mori mbi supet e tij duke thënë këto fjalë: "Betohem se ai është shëmbëltyr e profetit e jo e Aliut." Ndërkohë Aliu radiallahu anhu po ecte për krah tij, duke qeshur i gëzuar nga veprimet e Abu Bekrit radiallahu anhu. "O Allah, ne i duam dy nipat e profetit tënd, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Hasenin dhe Huseinin, dhe të lutemi ty që për hir të kësaj dashurie të na e mundsosh dashurinë tënde dhe të profetit tënd, të na bësh të ndjekim rrugën e tyre dhe të na ringjallësh bashkë me ta në ditën e ringjalljes."